Ukraina po përgatitet për një tjetër përpjekje diplomatike me synim uljen e tensioneve dhe avancimin e dialogut me Rusinë. Presidenti Volodymyr Zelensky ka bërë të ditur se me 4 dhe 5 shkurt do të zhvillohet një raund i ri bisedimesh trepalësh mes Kievit, Moskës dhe Shteteve të Bashkuara, i cili do të mbahet në Emiratet e Bashkuara Arabe. Njoftimi vjen në një moment të ndjeshëm për vendin pasi sulmet ajrore ruse kanë vijuar të godasin zona civile dhe infrastrukturë jetike, duke përkeqësuar situatën humanitare. Në fjalimin e tij të përnaçëm, Zelensky tha se është arritur dakordsi që takimi të zhvillohet në një nivel të përshtatshëm, duke theksuar rëndësinë e përfaqësimit serioz të gjitha palëve. Fillimisht bisedimet ishin planifikuar për një shkurt në Abu Dhabi, por pati paqartësi lidhur me konfirmimin e pjesëmarrjes amerikane. Sipas Zelenskit, pala ukrainase kishte shprehur gatishmëri të plotë, ndërsa priste përgjigjen e Washingtonit. Ai bëri të ditur se para nisjes së delegacionit drejt Emirateve do të zhvillojë një takim përgatitor me Rustem Umerovin, negociatorin kryesor të Kievit, për të përcaktuar kornizën dhe detajet e diskutimit. Presidenti i Ukrainës paralajmëroi gjithashtu se muaji i shkurtër do të jetë intensiv në aspektin diplomatik me një sër kontaktesh dhe takimet ndërkombëtare. Ai theksoi se prit një angazhim më të madh nga Shtetet e Bashkuara, veçanërisht për të ndikuar në uljen e sulmeve dhe për të forcuar besimin në procesin e negociatave. Sipas tij, rezultatet konkrete nga pala amerikane do të jenë vendimtare për perceptimin e qytetarëve mbi suksesin e dialogut. Negociatat e drejtpërdrejta mes Kievit dhe Moskës me praninë e përfaqësuesve amerikanë rifilluan në fund të janarit në Abu Dhabi, duke shënuar një nga përpjekjet e rralla për komunikimin që nga pushimi i plotë rus në shkurt të vitit 2022. Në të njëjtën kohë, përfaqësues amerikan dhe rus kanë zhvilluar takime dypalçe, të cilat janë cilësuar si konstruktive. Megjithatë, pavarësisht sinjaleve diplomatike, situata në terren mbetet e tensionuar. Sulmet ajrore kanë vijuar në disa rajone të Ukrainës, duke goditur infrastrukturën civile dhe energjetike, ndërsa vendi përballet me kushte të vështira dimrore dhe temperatura që zbresin deri në -30 gradë Celsius, duke e bërë dhe më urgjente nevojën për një zgjidhje politike të konfliktit.